Më kujtohet 23 marsi i vitit 1992. Ishte e hënë, ndërsa Tirana po festonte fitoren e Partisë Demokratike, unë duke ecur buz bulevardit madh, po përjetoja një mini dram personale. Kisha takuar një vajzë me cilën sapo ndërtonim një raport jo thjesht shoqëror, por ndërsa në ndjellin e nxehtë atij marsit pazakontu po flisa me entuziazëm për erën e ndryshimit që kishte filluar të frynte në vend, ajo ndaloi këmbën dhe më tha se kishte vendosur të ndahej nga unë. Kur e pyeta pse, ajo thjesht ktheu kokën nga bulevardi që gumzhinte nga makinat me flamujt e Partisë Demokratike dhe më tha, sepse unë nuk e kuptoj çfarë të lidh ty me këta. Unë ktheva kokën nga bulevardi dhe aty ndër të tjerë hipur me një kamionçin të RTS-s dallova Timat, i cili me dy gishta bërtiste e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Vështrimet tona u shkëmbyen dhe u duk sikur ai më thoshte se pse unë nuk po i bashkohesa sa festimeve, por po bëja xhiro me një vajzë e cila për më tepër po më thoshte edhe lamtu mirë. Ai ishte atëherë 45 vjeç, kur la këtë botë gati 74, dyshoj se ishte akoma me Berishën. Sot 34 vite më vonë, është sërish 23 mars, por sot jam më i qartë se atëherë. E kam qartë dilemën e madhe shumë vjeçare që nuk po zgjidhim dot me doktorin. Ato 23 mars 1992, Partia Demokratike vdiq pikërisht ditën që lindi regjimi i ri. Për 34 vjetër, Sali Berisha na tërheq në këtë dilemë tragjike të një partie që duhet sillte demokracinë, por solli autokracinë, që duhet sillte bashkimin, por solli ndarjen, që duhet sillte paqen, por solli dhunën. Sepse për 35 vjetësh atë e drejton i vetmi person që futi përçaren mes nesh të majt, të djathtë, musliman, krishterë, qytet, fshat, veri dhe jug. Një përçarje që ajo vajzë 18 vjeçare e kishte kuptuar që në 23 mars 1992. Sot e kupton shumica, ndaj Berishës nuk i shkojnë shumë pas. Por i shkojnë akoma ai sa të bëjë dëm me dhunën jo fizike, sesa psikologjike, tashmë të organizuar dhe me qëllim të qartë. Dhe sot besoj se qëllimi i tij nuk është mbrojtja nga drejtësia. Sali Berisha nuk ka frikë nga drejtësia, as për veten dhe as për familjarët e tij. Sali Berisha e ka sport personal këtë që bën. E mbani mend se çfarë tha pak javë më parë. Doja nxjim këtyre jetën në Tiranë. Dhe arrin qëllimit qoftë edhe për pak minuta. Por fuqia e tij ka rënë. Mbron binde vërdall mes dilemës për të ikur në shtëpi se nuk e mbanin gjunjët dhe instiktit që e thret në rrugë. Sali Berisha është një person që nuk jeton për askënd tjetër përveç se për veten e tij. Dje përdori dhe flamurin e Gjermanisë, por e mori përgjigjen sot. Pasi për muaj të tërë Rita Tabaku u mundua të rinërtonte me çdo kosto raportet e tij me PPN, ai rimori sërish të njëjtin mesazh. Mbetet një person i pa dëshiruar. Edhe për gjermanët që kanë sigurisht çështje të pambyllura me qeverinë socialiste. Ata i kërkuan sot Partisë Demokratike dhe jo atij të distancohet nga dhuna, duke bërë qartë se dhuna për ta është Sali Berisha. Por ata i kërkuan Bardit dhe Tabakut të distancohet prej tij dhe prej dhunës. Por Berisha qeshi. Me siguri i lumtur për vuajtjen në cilën gjendet Rita Tabaku, sot e cila tani ose duhet gënjej Berishën, që është e pamundur, ose duhet gënjej gjermanët, që është e rrezikshme. Dhe reagimi i vetëm gjerman ishte i ngjashëm me atë të Yuri Kim në mars të vitit 2020, kur i bëri Ilir Metës pyetjen fatale. Çfarë pune ke ti me flamurin tim? Në një shkrim tjetër se kur është keq Sali Berisha bën kurbane, sot ai ekzekutoi politikisht Ervin Saliani. Jo vetëm e përjashtoi zyrtarisht nga gara për kryetar në maj, por me një retorikë që të kujtonte mënyrën se si ai trajtonte dikur Azemajdarin, e akuzoi atë se dilte xhiro kur ishte në burg dhe i kishte shkuar dhe atij në zyrë, se i kishte thënë atij se i kishin kërkuar garanci që ai mos vrisë Fatmir Xhafën. Këto insinuata prej vrasësi, siç i quajti vetë Saliani pak minuta më vonë, treguan edhe një herë se sa fals ishte rithemelimi, nga i cili tashmë po distancohen të gjithë ata demokratë me pak parë mend në kokë. Ervin Saliani është thjesht kurbani i radhës, por është e frikshme se si Sali Berisha nuk lodhet më hiç të moderoj, modifikoj, zbukuroj thelbin kriminal të bërit politik. I qartë tashmë se nuk e duan as tijet, ai është gati të jetë në zjarr të gjithë, si shodhin zjarr gjysmat e ministrive dje, takshi 30 metra larg shtëpisë tij, siç dogji Shqipërinë në 97-ën. Por më pas ne e besuam sërish dhe e kthyem me vota në pushtet. Por në kohë në numrin e pak që atyre që e mbështesin akoma sot, nuk janë të gjithë si ai burri me kanatiere në shqyrë. Është dhe Rita me dekolte moderne. Po këta pse i shkojnë nga pas njeriut që flamur të vetëm, ka shamin, e hunë vetë ti. Për këto do flasim sonte. Sigla.